Nderuar shikues, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim pa humbur kohë me ekonomi. Kërkesat për blerje pronash përgjatë sezonit veror kanë pusuar një rënje të lehtë. Sipas Ndriçime Minaj, agent imobiliar, gjatë verës mbizotron turizmi, ndërsa vjeshta shihet si një mundësi e mirë për të investuar, ndërsa rivlerësimi i pronave sipas tij ka dhënë dhe efekte negative në rritjen e çmimeve. Kërkesat për blerje pronash përgjatë sezonit veror kanë patur një rënje të lehtë. Ndriçime Minaj, agent imobiliar, thotë se përgjatë verës mbizotron turizmi, koha kur të huajt vinë në qytet dhe shijojnë pushimet dhe më pas në shtator dhe vazhdim e shohin Vlorën si një mundësi për të investuar. Minaj konfirmon faktin se prenotimet për takime me agentët imobiliar janë kryesisht në periudhën e vjeshtës, ndërsa krahasuar me një vit më parë, në sezon kërkesat janë më të ulta. Atëre, unë do thoja, duke qenë se ne tani jemi në sezon e lartë turistik, edhe tregu imobiliar dashu pa dashu ngelet pak më në hije në krahasim me sektorin turistik, me turizmin. Pasi shumica e ka mundje për të bërë pushime sesa për të bler apartamente. Sezoni jon mund ta quajmë shtatorin në vazhdim, pasi janë klientë që kanë ardhur, kanë bërë pushime, u ka pëlqyer vendi edhe e shkojnë si mundësi për të bërë investim. Ka kërkesa momentalisht që flasim dhe si janë këto kërkesa? Tani normalisht ka kërkesa, ne jemi duke mbyllur takime, flasim për periudhë më të vonë, flasim fund gushti, fillim shtatori, kemi dhe takime që kemi tashmë të mbyllura më herët ose takime që na vinë gjatë ditës, por që normalisht kërkesa nuk është aq e lartë sa ne pretendojmë, ose që të jetë ne të ngelemi të kënaqur ose mund të bëjmë krahasim me vitet e kaluara, mund të themi që ka një rënje të lehtë të kërkesës. Po çfarë ka ndikuar në uljen e kërkesës për blerje pronash apo marrje me qira? Ndriçime Minaj, agent imobiliar, thotë se faktori kryesor janë çmimet që sipas tij janë të larta. Rivlerësimi i pronave sigurisht ka dhënë efekte negative në rritjen e çmimeve sipas Minajt, ndërsa ndikim negativ sipas tij kanë dhe protestat që kanë bërë që shumë prenotime për takime me agjencitë imobiliare për blerje pronash të anulohen. Atëre, para njëherë është çmimet që ndikon për rënjen e kërkesës, siç dihet, paktën në vitet e fundit çmimet vetëm rriten, nuk është se po stabilizohen apo të ketë ulje. Do të thënë çmimet vazhdojnë akoma ta kenë këtë trendin. Ndikim tjetër është edhe rënja e euros, që patjetër që ndikon. Kjo ndikon më tepër tek ndërtimet e reja, që normalisht ndërtuesit kanë kosto më të lartë edhe rrjedhimisht të rrisin edhe çmimet. Pastaj ka të bëjë edhe pjesa mund të flasë për pjesën e rivlerësimit, që rivlerësimi është një faktor që po ndikon për nxjerrjen në treg të pronave stok, pasi shumë pronar apartamentesh, ndoshta edhe emigrantë që jetojnë jashtë, kanë dëgjuar, kanë marrë informacione për pjesën e rivlerësimit edhe tani vini rivlerësojnë pronat edhe duan t'i nxjerrin në treg me çmime më të larta. Kjo është si shumë pozitive sepse po nxjerrin nga hija pronat që kanë ngelur mbyllur për një kohë të gjatë. Po, mendoj se po, protestat kanë ndikime patjetër, pasi janë protesta që po publikojnë, po thojnë në të gjitha mediat botërore dhe me patjetër që kjo jep efektin e saj. Tani ne normalisht jemi optimist, presim që shtatori të jetë muaj i real estate, mund ta quajmë muajin e kërkesave më të larta, siç ka qenë pothuajse çdo vit. Tani kjo ngelet për të parë, nuk mund ta parashikojmë dot që tani, po normalisht në gjykimin ton duhet jetë. Kështu, periudha e vjeshtës duke nisur nga shtatori dhe në vazhdim prej agjentëve imobiliar parashikohet të jetë koha e shit blerjeve të pronave. Fillimi i çdo muaji shoqërohet me të njëjtin problem për pensionistët në Vlorë. Qindra të moshuar detyrohen të presin me orë të tëra në ambientet e postës shqiptare për të tërhequr pensionin e tyre.
Fillimi i çdo muaji shoqërohet me të njëjtin problem për pensionistët në Vlorë. Qindra të moshuar detyrohen të presin me orë të tëra në ambientin e postës shqiptare për të tërhequr pensionin e tyre. Radhët e gjata, mos funksionimi her pas hershëm i sistemit dhe mungesa e vendeve ku mund të ulen gjatë pritjes sa bëjnë këtë proces edhe më të vështirë. Pensionistët shprehen se mbërrin pranë postës që rreth orës 6 të mëngjesit për të marrë pensionin sa më shpejt, por në shumë raste detyrohen të presin deri në mesditë. Pensionistët thonë se situata përsëritet pothuajse çdo fillim muaji dhe kërkojnë një organizim më të mirë të shërbimit, në mënyrë që mos të detyrohen të qëndrojnë për orë të tëra në këmbë, shpesh edhe në temperatura të larta. Sipas tyre, zgjidhja do të ishte vendosja e një sistemi me numra rendor, siç funksionon në shumë vende europiane, mes tyre edhe Italia. Kjo, sipas pensionistëve, do të shmangte shtyrjen në radhë, konfuzionin dhe pritjet e gjata, duke u ofruar atyre një shërbim më dinjitoz dhe më të organizuar. Faktë dy janë një rishqequr. Ndoshta që nga Covid që duhen dy plotë një bosh. Është lodhë në dy të Tu shumë e vare, po këtu nuk funksionoj shumë gjera, përse do të bosh. Këtu do të kishte një numrator, çdo pensionist merrte numrin e të regjistruar. Edhe ato të kishte, ose s'ka nevojë të tregon numratori 7-8. Këtu shtyje, është shumë e vështirë kjo, marrja e pensionit, po ka edhe të shkëlqyer, sa këtu. Pse nuk ta kopjojnë lektë me nga gjithë? Do ishe shumë normale që ose njerëzit do të funksionon me një numrator. Edhe njerëzit e ka dhe të sëmoqë në një refita të se 4 njerëzit. Atërë, 5 gërmat e para datë njërë, 3 gërmat e dyta datë njërë, 2, 3, të kishtë një radhë punë të qivizur një organizim të shkëshuar. Ligjë, datat, na njështë të kërëpa. Ka sistem tani po. Parë po nuk ishë shumë njërë. Duhet po s'ka. Ja të huta pensionet tuaj, nuk i dilet. Po shumë është, ja, kemi 4 orë. Shumë është. Po që se, ja, të tjerët vine jo japin një kokë, jo me qikë. Atëre jo me një qikë shëgjeri edhe ne plet jere një kështu. Kam 4 orë, ja, po rritu. E së mur jam, që të bëjmë. Ska këtësi, ska ku janë, i thosh i polica, po ku janë polica. Vitë qojnë këtësia, të qojnë regula. Edhe i rrime këtu atë keqenë në lodhe një. Udro? Po këshu ka gjë? Ka një 3-4 dite, pasaj në bjeni qikës. Edhe juve u falen. Pensionet janë të ulta vëlla, nuk i dilet do të pare me pensionistat. Me domatet janë të larta, speca, drejt, sarkabatet janë në putë. Meni pensioni lodhen? Këtu, gruja ime tani erdi, e kam të sëmur, me alqirë në kam. Tualet njerë në ratë parë. Ka shumë radhë dhe konspecista. Nuk i merë do të, ratë data 3, 1, 2, 3 sot. Unë kisha qënë data 1, por rajë shumë. E kupton? Rapa se, edhe i valitët po ashtu prapë. Po filloj, po i heqë. Fare, po i shkurtoj. Si i valitët Është e lodhshme për kjo radha këtu ka shumë? Si? Është e lodhshme kjo radha këtu? Kjo radha bie në mëngjes, në orën 6, këtu, ishte radha buqur atu, plot. Sa u shkullin plokët të njëri tjetër, jytë një sipër gra. Faleminderit shumë. Pensionistët kërkojnë që institucionet të marrin masa konkrete për të përmirësuar organizimin e shërbimit, në mënyrë që çdo fillim muaji të mos kthehet në një ditë të gjatë pritjeje dhe lodhjeje për ta. 2700 pasagjerë dhe 800 mjete kanë bëritur në portin detar të Vlorës gjatë fundjavës duke shënuar ditët me fluksin më të madh të pasagjerëve për gjatë këtij sezoni veror. Mësohet se për të përballur fluksin e pasagjerëve në dispozicionin e tyre janë vendosur 2 tragete të linjës me Brindisin. 2700 pasagjerë si dhe 800 mjete kanë mbritur në portin detar të Vlorës për gjatë ditës së shtunë dhe të diel. Pasagjerët kanë mbritur nga Brindisi nëpërmjet trageteve të linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë. Fundjava e parë e gushtit ka shënuar kështu ditët me fluksin më të madh të pasagjerëve për gjatë këtij sezoni veror, që tashmë mund të cilësohet në pikun e tij. Mësohet se për të përballuar fluksin e pasagjerëve në dispozicion të tyre, janë vendosur 2 tragete të linjës me Brindisi, ndërkohë që të shtunën dhe të dielën një prej trageteve ka bërë 2 udhëtime për shkak të numrit të lartë të pasagjerëve në hyrje.
Fundjava e parë e gushtit ka shënuar fluksin më të lartë në hyrje të pasagjerëve në portin detar të Vlorës. Sipas të dhënave, përgjatë të shtunës por edhe të dielës, me tragjetet e linjës nga Brindisi në Vlorë dhe ana Sjeltas, kanë bëritur në portin detar 2700 pasagjerë. Ndërkohë kanë bëritur edhe 800 mjete, të cilat janë kryesisht autovetura, por edhe mjete të tonazhit të rëndë. Pasagjerët që kanë ardhur nga Italia kanë qenë kryesisht emigrantë që janë kthyer për pushime në adeun e tyre dhe kanë zgjedhur Vlorën si portën hyrëse për në Shqipëri, ndërkohë që nuk kanë munguar as të huajt që vinë nga shtete të ndryshme të Evropës në Vlorë dhe nëpërmjet Italisë vinë në vendin tonë. Konfirmohet se 800 automjete të cilat kanë mbritur në portin e Vlorës kanë qenë kryesisht autovetura, por nuk kanë munguar as minibus si dhe mjetet të tonazhit të rënd. Fluksi pritet të vazhdojë dhe në ditët në vijim, ku pritshmërit janë që numri pasagjerëve në të jetë dhe më i lartë. Pasagjerë të shumët në portin e Vlorës mbërrin në vendin tonë për pushime për gjatë gushtit, jo vetëm gjatë fundjavave, por çdo ditë të javës. Banorët e Selenicës dhe 47 fshatrave përreth vazhdojnë kundërshtimin e tyre për shkrirjen e kësaj bashkie dhe bashkimin me atë të Vlorës. Sipas kuvendit të së shtunës, ata kanë dalë të dielën dhe në një protestë paqësore në fshatin Drashovic. Banorët e Selenicës dhe 47 fshatrave përreth kanë vazhduar kundërshtimin e tyre për shkrirjen e kësaj bashkie dhe bashkimin e saj me Vlorën. Pas kuvendit të zhvilluar përgjatë mëngjesit të së shtunës, ashtu siç u dakordësua, të dielën kanë dalë në një protestë paqësore. Protestë që ka zgjatur rreth 60 minuta dhe është zhvilluar në fshatin Drashovic. Aty janë mbajtur fjalime nga banorët e zonës, duke argumentuar arsyet pse janë kundër territoriales. Gjithashtu është deklaruar se protesta dhe kundërshtia ndaj reformës do të vazhdojë. Është kërkuar bashkim nga banorët e tjerë të zonës për të kundërshtuar në masë këtë vendim, që sipas tyre ndikon në shpopullimin e zonës. Ata kanë renditur edhe disa prej arsyeve pse reforma e re territoriale sjell më tepër vështirësi dhe probleme për ta. Eksperiencën që kam në drejtimin e pushtetit lokal. Një arsye të vetme, them sinqerisht, kam edhe një arsye të vetme të thotë që kjo bashki shkrihet apo bashkohet me Vlorën vetëm për një arsye. Kurse qindra dhe mijë arsye ka që kjo bashki duhet të jetë siç ka qenë. Po këtu jemi vetëm për të gjë. Jemi për të thënë ndalë sa gjë bëj sa bashkie. Sepse shkon ndesh interesa e saj bashkie. Profesor Miqenemi, dhe heq një zonë e cila është nga sipërfaqja sa është Saranda dhe gjithë zona. Po janë 47 fshatra vëllezër. Ndërkohë që për reformën e re territoriale ka reaguar edhe kryeministri Rama, i cili në platformën X ka thënë se do të ketë një afat 60 ditor për konsultimin me banorët e bashkive që preken nga reforma territoriale. Sipas asaj që shkruan Rama, ky afat kohor do të shërbejë për të marrë mendimet e banorëve të zonave dhe nëse do të konstatohet se reforma nuk funksionon, mund të ketë tërheqje nga vendimi. Me pankarta në duar dhe thirrje kundër reformës territoriale, 10 qytetarë të Patosit protestuan pas ditën e së hënës në qendër të qytetit. Ata shprehen kundërshtimin e tyre ndaj propozimit për ndryshimin e ndarjes administrative që sipas tyre është një vendim që cënon identitetin dhe historinë e qytetit të naftëtarëve. Me pankarta në duar dhe thirrje kundër reformës territoriale, 10 qytetarë të Patosit protestuan pas ditën e së hënës në qendër të qytetit. Nën sloganin Larg duart nga Patosi, ata shprehen kundërshtimin e tyre ndaj propozimit për ndryshimin e ndarjes administrative, duke e cilësuar atë si një vendim që cënon identitetin dhe historinë e qytetit të naftëtarëve. Jo vetëm bashkia e Patosit, por dhe gjitha bashkitë e tjera, 15 bashki që preken nga reforma administrative territoriale, nuk citohet asnjë fakt ligjor, asnjë fakt që pse kjo bashki duhet shkrihet, nuk citohet as arsyet ekonomike apo arsyet demografike që bashkia e Patosit apo bashkitë e tjera të shkrihen. Në fakt, këtë projekt ligj do të vjen shtator Kuvendit të Shqipërisë dhe këtë patjetër kartonin e shile para që ta ngresh deputetja Patosit, Turk TV përfaqësuesës Patosit, e cila ka 4 mandate rresht, është votbesuar dhe në zgjedhjet e kaluara ka marrë votë më të madhe nga qytetarët e Patosit. Në këtë situatë, Turk TV asaj nuk e di si do ketë sy dhe surat që do dalin të gjithëve juve këtu përpara. Atëherë, deputetja zonja Dhima, ne nuk kemi asgjë personale me të, ajo të ushtroi detyrën e përfaqësuesës së qytetarëve të Patosit të japi një reagim në lidhje me këtë situatë, e cila ka, siç e përmenda pak më parë, ka 4 mandate rresht, e cila është votbesuar nga ky popull. Dhe nuk jep asnjë lloj reagimi, por e shohin që bën tifo dhe bën show në përfjerë.
duhet si një grusht i vetë trupin ta mbrojmë këtë me gjatë. Bravo. Se po se mbrojmë ne, ku do ta mbrojmë? Ta derdhu gjatë gjyshi im. Tani po e lam ne ta i marri ta hedhe rrugëve, atër turbi jonë është ta bjen edhe. Qa do t'u lem brezave tanë? Ne sot jemi mbledhur këtu për një lajm të hidhur që ka ardhur nga komisioni i grupit punës për ndarjen territoriale. Jemi thjesht të ndijuar për këtë veprim që është bërë. Patosi ka qenë dhe është bashki me mira në realizimin e detyrave, një bashki që nuk ka asnjë lloj detyrimi këtij shteti. Një nga qytetet më të mira, një nga qytetet që zë vendin e 10 në shkallë republike, e për çfarë duhet kjo punë? Prandaj u them edhe një herë, se jemi sot se edhe morëm vesh shumë vonë. Protestuesit u shprehën se Patosi nuk duhet të humbas statusin dhe përfaqësimin e tij administrativ, ndërsa theksuan se një vendim i tillë do të ndikonte negativisht në zhvillimin ekonomik dhe social të zonës. Sipas tyre, reforma do të përshpejtojë shpopullimin dhe do të largojë edhe më shumë shërbimet nga qytetarët. Në përfundim të protestës, ata apeluan që institucionet përgjegjëse të dëgjojnë zërin e banorëve përpara se të merret një vendim përfundimtar, duke kërkuar transparencë dhe konsultim me komunitetin për çdo ndryshim që prek të ardhmen e Patosit. Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin rrugor Fier Lushnje pranë fshatit Vajkan, ku 2 automjete janë përplasur me njëri tjetrin dhe kanë përfunduar në kanalin ansor të autostradës. 4 persona të plagosur janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit jashtë rrezikut për jetën. Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin rrugor Fier Lushnje pranë fshatit Vajkan, ku 2 automjete janë përplasur me njëra tjetrën dhe më pas kanë përfunduar në kanalin ansor të autostradës. Si pasojë e përplasjes, 4 persona kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Fierit. Sipas të dhënave paraprake, të lënduarit ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Aksidenti ka shkaktuar bllokimin e njërës prej korsive të rrugës, duke krijuar raste gjata automjetesh në këtë segment, i cili gjatë sezonit veror përballet me fluks të lartë qarkullimi. Në Venxhari ndodhen shërbimet e policisë të cilat po punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit, si edhe për normalizimin e qarkullimit në zonë. Kënga polifonike zbritik në fundjavë në kaldrëmet e gurta të Gjirokastrës, duke shëndruar pazarin karakteristik në skenën e folklorit dhe traditës Ison mbi kaldrëm. Në edicionin e 5 mblodhi në shesh pushues të shumë ventas dhe të huaj. Në Gjirokastër përgjatë fundjavës, kënga polifonike zbriti në kaldrëmet e gurta, duke shndruar pazarin karakteristik në skenën e folklorit dhe traditës. Në edicionin e 5 të aktiviteti kulturor Ison mbi kaldrëm mblodhi së bashku artistët dhe grupet e këngës popullore të zonës së Gjirokastrës. Aktiviteti është pjesë e kalendarit të organizimeve kulturore përgjatë sezonit të verës. Ison mbi kaldrëm synon promovimin dhe transmetimin në breza të vlerave të polifonisë, por dhe kthimin e saj në një atraksion tërheqës për turistët. Ishte grupi popullor Nektari Polifonisë që çeli programin e këtij aktiviteti kulturor, i cili do të vazhdojë përgjatë gjithë muajit gusht. Polifonia është gjuha e shenjtë e kombit tonë, është ajo që ruajti historinë tonë kur gjuha jonë ishte ende pa shkruar. Në këngët e saj u shfaq historia jonë, u shfaqën legjendat, u shfaq gjithë ndodhit që hoqi populli jonë. Tek pazari karakteristik i Gjirokastrës, polifonia ka vlerë shumë të madhe, pasi çdo gur i këtij kaldrëmi është i mbushur me korifej të këngës, të cilët brez pas brezi, mot pas moti e kanë kaluar këngën polifonike tek brezat e ri, siç jemi edhe neve sot, siç kam dhe unë shokët, një pjesë të shokëve të grupit që janë djemtë e familjes Çenko, të cilët e kanë të trashëguar nga gjyshi i tyre, nga xhaxhallarët nga babai dhe nga xhaxha i tyre që kanë qenë me grupin e Gjirokastrës. Gjirokastra është një vend ku polifonia jetëzohet
Si çdo vit, qyteti i Gjirokastës në muajin gusht sjell eventin, po mos të them më të rëndësishëm siç është ISO mbi kaldrëm. Duke shpalosur vlerat tona, traditat tona dhe gjithë qarkut të Gjirokastës me grupe folklorike të ndryshme, të cilat shpalosin të gjithë traditën edhe veçantë të vendit të tyre. Jam krenar dhe i lumtur sepse hapim sot Nektari Polifonisë, duke na mbështetur sepse jemi dhe të rinj dhe ta mbrojmë atë dhe ta vazhdojmë drejt pas versit. Përgjatë stinës së verës në Gjirokastër po organizohet një kalendar i pasur me aktivitete kulturore duke gjallëruar kështu qytetin e Gurt dhe rritur ndjeshëm vizitueshmërinë nga turistët. Vijon betejë me zjarret në Greqi, ku përgjatë gjithë natës forcat zjarr fikse me ndihmën e banorëve të zonave të prekura kanë punuar pa ndërprerje për të frenuar përhapjen e flagëve. Situata mbetet kritike në dy vatarat kryesore ku zjarret vazhdojnë të jenë aktive. Vijon betejë me zjarre në Greqi, ku gjatë gjithë natës forca zjarr fikse me ndihmën e banorëve të zonave të prekura kanë punuar pa ndërprerje për të frenuar përhapjen e flagëve. Situata mbetet kritike në dy vatra kryesore, ku zjarret vazhdojnë të jenë aktive. Në Psatha, flakët kanë përfshirë një perimetër të gjerë, ku qindra zjarr fikse arritin gjatë natës të mbajnë ato në një distancë prej rreth 300-400 metrash nga banesat e para, duke shmangur deri tani prapjen drejt zonave të banuara. Edhe në Megara, zjarri ka vijur të përparojë gjatë natës në drejtim të Nea Peramos. Megjithatë, autoritetet bën me dije se në të dyja rastet fronti flagëve duket se po largohen nga zonat e banuara. Me lindjen e diellit kanë rifilluar ndërhyrjen nga ajri me avion dhe helikopter zjarrfikës, të cilët priten të luajnë një rol vendimtar në vendosjen e flagëve në kontroll. Autoritetet greke kanë njoftuar se vlerësimi i dëmeve do të nisë menjëherë pasi zjarret të shumën plotësisht. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve këtu në Blu Televizion. Bashkë në Rutakofshi.